Kapitulli 9. Një jetë e çliruar nga lopët. Gjithçka që kam arritur në jetë, jetëtyroj vetëm vendosmërisë për të asgjësuar menjëherë dhe pa hezitim çdo lopë që tentoi të më ndalonte dhe të më mbante në vend. Unë jam me origjinë nga Argjentina. Kur shpërngula nga një provincë e vogël në një qytet, dëgjoja vazhdimisht fraza si: "Të jetosh në Buenos Aires nuk është aq e lehtë sa në provincë. Të gjesh atje një punë është shumë e vështirë. Është pothuajse e pamundur të studiosh dhe të punosh njëkohësisht." Njëra pas tjetrës, ja zgjisova të gjitha këtë lopë. Më pas, vendosa të largohem nga vendi dhe vërtet mu desh të përballem me të gjitha lopët që vinë me sfidat e emigrantëve dhe me humbjen e pothuajse gjithçkaje që kisha. Por, më në fund ja dola mban. Sot jam nën e 2 vajzave të suksesshme dhe kam arritur sërish sukses në kompaninë time. E gjej veten thellësisht te ky libër dhe e di që asgjësimi i lopëve është një proces që nuk përfundon kurrë. Adriana Matilde, Panama. Cili është rezultati të jetuarit një jetë të lirë nga lopët? Nëse do të mund ta pyesnim Galileo Galilein, një nga shkencëtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, ai me siguri do të përgjigjej: një jetë ku mbretëron e vërteta. Nëse lopët tona nuk janë reale, nëse nuk janë të vërteta, siç e kemi parë vazhdimisht përgjatë këtij libri, atëherë të jetosh në sundimin e tyre do të thotë të lejosh që jeta jote të udhëhiqet nga një gënjeshtër. Ashtu si shumë prej nesh që kemi vuajtur pasojat e mbartjes së lopëve kufizuese, të cilat na janë servir nga të tjerët, edhe Galileos ju desh të përballej me sfidat e tij. Në kërkimin e tij për të vërtetën dhe me dëshirën e zjarrt për të çrrënjosur ignorancën mbizotëruese, Galileo i vuri vetes detyrën që të eliminonte një nga lopët e shenjta të epokës së tij. Në shkollë ai debatonte me çdo, me profesorët, me studentët e tjerë, me vetë e autorët e librave që lexonte, dhe mbi të gjitha me Aristotelin, filozofin e madh grek, i cili kishte vdekur rreth 2000 vjet më parë. Cila ishte arsyeja? Gjatë atyre 2000 viteve, shumë pak gjëra kishin ndryshuar në fushën e shkencës, për shkak se teoritë e Aristotelit mbi natyrën vazhdonin të ishin pikpamjet e vetme të pranueshme për komunitetin shkencor të kohës. Aristoteli konsiderohej i vetmi zotëruesi së vërtetës. Ai konsiderohej i pagabueshëm dhe i saktë në gjithçka, dhe askush nuk dyshonte në vlefshmërinë e teorive të tij. Nuk ishte nevoja që të kryeshin eksperimente për t'i vërtetuar ato, pasi ato flisnin vetë. Nga ana e tij, Galileo mendonte se parimi i verbër i teorive aristoteliane ishte një lopë tepër e madhe për t'u gëlltitur. Rreth vitit 1590, ndërsa jepte mësim në Universitetin e Pizës, ai vendosi të testonte një nga teoritë e Aristotelit. E thënë në gjuhën tonë, ai vendose të vriste një lopë të shenjtë. Ai besonte se asnjë teori nuk duhet pranuar pa u provuar, kështu që ai besonte vetëm në verifikimin e çdo teorie. Në fund të fundit, kjo ishte vetmja mënyrë që teoritë të ktheheshin në të vërteta. Për më tepër, Galileo donte të demonstronte studentëve dhe kolegëve të tij se teoritë e Aristotelit nuk ishin absolutisht të pagabueshme. Dhe për ta provuar këtë, ai zgjodhi një nga teoritë e tij më të njohura. Aristoteli kishte deklaruar se nëse lëshojmë njëkohësisht një objekt me peshë prej 10 librash dhe një tjetër prej 1 libri, objekti më i rënd do të bjerë 10 herë më shpejt se sa ai më i lehti. Për 18 shekuj, mbar bota e kishte pranuar këtë teori pa e vërtetuar asnjëherë. E megjithatë, Galileo kishte një mendim tjetër dhe ishte i vendosur
të demonstronte dhe të provonte se ai kishte të drejtë. Kështu, ai u bëri një njoftim studentëve të tij. 2 objekte që fillojnë të bien në të njëjtën kohë, do të arrijnë në të njëjtën kohë në tokë, pavarësisht nga pesha e tyre. Kushdo që ishte interesuar të zbulonte të vërtetën, ishte i ftuar që të nesërmen në mëngjes të zbulonte dhe të shihte me sytë e tij rezultatet e këtij eksperimenti. Historia tregon se të nesërmen, studentët e tij, të ndjekur nga një grup qytetarësh kurioztar, e ndoqën shkencëtarin ndërsa ai drejtoi drejt kullës së Pizës. Pasi arriti atje, Galileo Galilei u ngjit në katin e fundit të kullës, duke mbajtur një peshë prej 10 librash në njërën dorë dhe një peshë prej një libri në dorën tjetër. Poshtë bota priste me ankth. Kush do të ishte fitimtar? Filozofi i urtë dhe i madh grek apo i riu rebel nga Pisa? Mes të pranishmëve dëgjoheshin përshpëritje dhe opinione nga më të ndryshmet. Një reagim tipik sa herë që dikush merr guximin që të eliminojë një lop. Me siguri Galileo do të dështojë. Ky djalë është i çmendur. Kush mund të di më shumë se Aristoteli? Galileo u afrua në buzë të kullës. Turma u tërhoq një hap pas. Shkencëtari i ri shtriu krahët. Secila dorë mbante nga një peshë. Hodhi një vështrim të fundit drejt turmës dhe i lëshoi të dyja njëkohësisht. Të dy objektet çanë me shpejtësi ajrin dhe u përplasën në kohë saktësisht të njëjtë në tokë. Në vetëm pak sekonda, 2000 vjet ignorancë u shkatëruan nga e vërteta dhe një epokë e re e mendimit shkencor sapo kishte lindur. Çfarë mund të ndodh kur vendos të çlirohesh nga lopët e tua? Kam frikë se do të duhet ta zbulosh vetë, ashtu siç u desh Galileos. Megjithatë, të premtoj diçka. Jeta jote nuk mund të jetë kurrë më e njëjta. Kur vret lopët e tua, ti merr përgjegjësi të plot për suksesin tënd dhe bëhesh arkitekt i fatit tënd. Të duar suksesin, të kesh qëllime të mira dhe të ushqesh ëndra të mëdha, nuk mjafton. Për çdo ide të madhe që ka ndryshuar historinë e njerëzimit, kanë ekzistuar mijëra ide të tjera që nuk u realizuan kurrë. Sepse ata që i krijuan dhe ndoshta hartuan edhe një plan për t'i realizuar ato, nuk vepruan. Kjo ishte lopa e tyre. Mungesa e veprimit. Prandaj, vëri planet e tua në lëvizje. Shkrimtari John Mason thot: të gjithë jemi vazhdimisht në lëvizje të vazhdueshme. Lëvizim përpara, prapa ose thjesht rrotullohemi në vend. Ecim në një tapet vrapimi pafund. Gabimi më i madh që bëjmë shumë prej nesh është të besojmë se qëllimi i jetës është thjesht që të jemi në lëvizje. Qëllimi nuk është të jemi vetëm të zënë. Qëllimi është të sigurohemi që veprimet tona po na udhëheqin drejt ëndrave dhe objektiveve tona. Nëse ke ndjekur të gjitha hapat e përshkruar më parë, tani ke përpara një plan i cili mund të të ndihmojë të çlirohesh nga të gjitha besimet kufizuese që të kanë penguar të shfrytëzosh potencialin tënd të vërtetë. E vetmja gjë që të mbetet për të bërë tani është që të vësh në punë planin tënd të veprimit. Mos ndalo të mendosh për të gjitha problemet që mund të lindin. Shumë njerëz planifikojnë dhe madje bëjnë prova për dështimin e tyre, duke shpërdorur një sasi të madhe kohe në parashikimin e skenarëve më të këqij. Fitimtarët e mëdhenj i pranojnë rreziqet që zakonisht shoqërojnë kërkimin e suksesit. Pikërisht ky guxim, ky hov, ky vendim për të vepruar dhe ai kuptim i thellë se çdo ëndër e madhe kërkon veprime të menjëhershme, është ajo që e dallon fituesin nga humbësi. Në lojën e jetës,
ose je lojtar, ose je thjesht spektator. Fitimtarët nuk janë thjesht pjesëmarrës. Ata janë plotësisht të përkushtuar ndaj objektivave të tyre. Ata nuk kërkojnë justifikime, sepse din mirë se miqtë e tyre nuk kanë nevojë për to. Dhe armiqt nuk do t'i besojnë kurrë. Ciladoj qoftë lopa jote, ekziston vetëm një mënyrë për të çliruar prej saj. Veprimi. Mos lejo që jeta jote të kaloj pa u jetuar. Çlirohu nga lopët e tua. Edhe ruaju që të mos bëhesh pjesë atyre, që në fund të jetës të mbetesh vetëm me pendimin dhe me trishtimin për të gjitha mundësitë e humbura. Një herë kam dëgjuar një përkufisim të fjalës ferr. Duhet ta pranoj se vetëm ai mendim më mjaftoi për të kuptuar se duhet të veproja menjëherë. Prandaj, përballu me çdo sfidë të re. Sfido normat e zakonshme. Thyej rregullat e lojës. Shqetësimet, frikrat dhe dyshimet, të gjitha këto janë lopë që përpiqet të vjedhin ëndrat dhe të mbajnë të lidhur pas një jete mediokre. Mos harro. Armiku i suksesit nuk është dështimi, por është rehatia dhe vetkënaqësia, konformizimi. Në librin tim Gjenit nuk lindin, por bëhen, citoja një mendim të William James, i cili konsiderohej babai i psikologjisë në Shtetet e Bashkuara. Ai thoshte: qenjet njerëzore jetojnë sikur një re e rënd u qëndron mbi kokë, duke i mbajtur gjithmonë në nivelin e tyre optimal, për sa i përket qartësisë së mendimit dhe vendosmërisë në momentin e marrjes së vendimeve. James theksonte se shumë njerëz jetojnë sikur janë vetëm gjysmë të zgjuar, duke mos e përdorur potencialin e tyre të plotë. Sepse ajo që mund të arrijmë është e jashtëzakonshme. Por, megjithatë, ajo që zakonisht arrijmë është zhgënjyese dhe dëshpëruese. Dhe kjo nuk ndodh sepse ka diçka të gabuar me mendjen tonë, por sepse kemi lejuar që kufizimet, besimet e rreme dhe një mori lopësh të tjera të pengojnë potencialin tonë të vërtetë. Prandaj, të ftoj të pranosh sfidën. Të jetosh një jetë të lirë nga lopët. Një jetë ku çdo ëndër është e mundur. Dhe ku të vetmit kufinj janë ato që vendos vetë. Dhe ky ishte kapitulli i fundit, miq të dashur. Faleminderit që më ndoqët. Dëgjohemi në librin e radhës.